Këto do zgjedhin, po këto që janë kryetar partije, grup seksione të kryetar partije, do votojnë për të zgjedh, nëse zgjedh ose të japin vot besim prap zotit Berisha, dhe pasaj zoti Berisha me gjithë tarfët e vet, me gjithë bashkëtorët e vet, do zgjedhin kryetar poshtë pasaj seksionet në një kohë që do të ishte kundërta. Sot do të kryhet për 3 muaj deri në 6 muaj, do të kishte një grup kolegjial brenda Partisë Demokratike, të cilët të bëte analizën poshtë, të cilët të bëshin zgjedhje seksione, grup seksione dhe kryetar degësh, dhe pasaj të zgjedhë leadershipi i Partisë Demokratike. Në Moraves. Do më thënë katastrofë. Se ai që kishin arrestuar, kishin arrestuar dikë edhe gjatë torturës, i thoshte ai, po çka më bërë, atë e di ti. Po pse më godisni, thoshte, atë e dim ne. Ka dhe një histori me Gjerman të ty që është shumë e bukur kjo, që ka dhe më keq akoma. Në kohën e luftës kishin arrestuar një djalë 3 dhe disa në mosh. Dhe ai i riu shkreti i dhim se jetë po qante. I thot ky më në mosh, i thot mos qaj, thot se ka dhe më keq. I thaj s'ka që më keq se nesër do ekzekutoshin. Ka dhe më keq tha. Të lutem tha, qetësohem. Kur i nxorën përpara tokës pushkatimit i thaj hidhi në pantallonat. Tha thasha që ka dhe më keq tha. Përpara se të vritej. Varet tani ka ndryshuar korat, tani mund t'iste happy end ai për disa. Sa shtuar shumë ata që ku heq pantallon gëzohen se ke ide. Po mi më dakord ka dhe brenda nesh. Le të sketet, po ne do e kishim votje. Fakti që përdoja do të shkoj drejt një riformatimi, le të themi. Ne e kemi kuptuar që në deklaratën para një jave kemi diskutuar këtë deklaratën nëpërmjet avokatit të tij Genz Gjukutaj të zotit Berisha, ku tha që do të shikojmë që do të kemi edhe përplasje fizike në kuvend. Pra, jo eliminimi fizike, jo përplasje fizike. Okej. Do atë tregojsha më kujdesshëm. Mos tregojsh më kujdesshëm. Mos harroj që ne tashmë në PD kemi 2 grupime. Një grupim të fshehtë që quhet grupi reformator, kemi dhe grupin besnik të zotit Berisha, i cili qëndron aty dhe nuk e hedh poshtë, po kemi dhe atë grupin tjetër që refuzon të pranojë një lider që i ka ku është dhe zoti Sula besoj, që është i lodhur me zotin Berisha, që nuk është i kënaqur, që është i përjashtuar etj. A ka kryengritje? Jo domosdoshmërisht kjo kryengritje mund të jetë publike. Sigurisht që ka një iniciativë. Unë kam informacione që është një grupim që po ngrihet, që shumë shpejt do të luftojë për vulën e Partisë Demokratike. Është një iniciativë që ka gjetur zë brenda Partisë Demokratike pikërisht ke ky grupi reformator, por që është një iniciativë e cila po mbështetet shumë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se kur do të jetë në gusht, do të jetë në shtator, do të jetë në tetor, kjo është çështje muajsh besoj, ose çështje ditësh, por që zoti Berisha këtë informacion e ka.